Data 19 mars. Eksodi, kapitulli 30. Do të bësh edhe një altar për të djegur Temjanin, dhe do ta bësh prej drurit të akacijes. Do të jetë një kubit i gjatë dhe një kubit i gjerë. Do të jetë katror dhe do të ketë një lartësi prej 2 kubitësh. Brirët e tij do të përbëjnë një pjesë të vetme me të. Do ta veshësh me ar safi, pjesën e tij të sipërme, anët e tij rreth e qark dhe brirët e tij. Do t'i bësh edhe një kuror ari. Do t'i bësh edhe 2 unaza ari nën kuror, në të 2 krahët e tij. Do t'i vësh në të 2 krahët e tij për të kaluar shtizat, të cilat shërbejnë për ta mbartur. Shtizat do të bëhen me dru të akacijes dhe do t'i veshësh me ar. Do ta vendosësh altarin përpara velit që ndodhet përpara arkës së dëshmisë, përballë pajtuesit që ndodhet mbi dëshminë ku unë do të takoj. Mbi të Aroni do të djeg temjan të parfumuar. Do ta djeg çdo mëngjes kur rregullon llambat. Kur Aroni ndez llambat në të ngrysur, do të djeg temjanin, një temjan i vazhdueshëm përpara Zotit për brezat e ardhshëm. Nuk do të ofronin mbi të as temjan të huaj, as holokaust, as blatim, dhe mbi të nuk do të derdhni libacione. Dhe Aroni do të bëjë një herë në vit shlyerjen e mëkatit mbi brirët e tij. Me gjakun e flisë së shlyerjes së mëkatit do të bëjë mbi të shlyerjen një herë në vit, brez pas brezi. Do të jetë shumë e shenjtë për Zotin. Zoti i foli akoma Mojsiu duke thënë: Kur do të bësh llogarinë e bijve të Izraelit për regjistrimin e tyre, secili do t'i jap Zotit shpengimin e jetës së tij, kur do të numrohen me qëllim që të mos goditen nga ndonjë plag, kur do të bësh regjistrimin e tyre. Kjo është ajo që do të jap secili nga ata që paguajnë taks. Gjysmë sikli, sipas siklit të shenjtërores. Sikli është baraz me 20 gere. Një gjysmë sikli do të jetë oferta që duhet i bëhet Zotit. Kushdo që do të përfshihet nga regjistrimi 20 vjeç e lartë do t'i jap Zotit këtë ofertë. I pasuri nuk do të jap më tepër, as i varfri më pak se gjysmë sikli, kur do t'i bëhet kjo ofertë Zotit për të shlyer fajet e jetës suaj. Do të marrësh pra nga djemtë e Izraelit këto të holla të shërbimit dhe do t'i përdorësh për shërbimin e çadrës së mbledhjes. Kjo do të jetë për bijtë e Izraelit një kujtim para Zotit për të bërë shlyerjen për jetën tuaj. Zoti foli akoma Mojsiu duke thënë: Do të bësh edhe një legend prej bronzi, me bazën e tij prej bronzi për t'u larë. Do ta vendosësh midis çadrës së mbledhjes dhe altarit dhe do të vësh edhe ujë. Dhe aty Aroni dhe bijtë e tij do të lajnë duart dhe këmbët. Kur do të hyjnë në çadrën e mbledhjes, do të lahen me ujë që të mos vdesin. Kështu edhe kur do t'i afrohen altarit për të shërbyer, për të tymosur një ofertë të bërë Zotit me anë të zjarrit. Do të lajnë duart dhe këmbët e tyre që të mos vdesin. Ky do të jetë një rregull i përjetshëm për atë dhe për pasardhësit e tij brez pas brezi. Zoti foli akoma Mojsiu duke i thënë: Gjej edhe aromat më të mira, 500 sikla mirë të lëngët, 250, do më thënë gjysma, cinamon aromatik dhe 250 kanel aromatike, 500 sikla në bazë të siklit të shenjtërores, kasie dhe një hin vaj ulliri. Me këto të përgatitesh një vaj për vajosjen e shenjtë, një parfum të prodhuar me artin e parfumierit. Ky do të jetë vaj i vajosjes së shenjtë. Me të do të vajosësh çadrën e mbledhjes dhe arkën e dëshmisë, truezën dhe të gjitha veglat e tij, shandanin dhe të gjitha përdorëset e tij, altarin e temjanit, altarin e holokausteve dhe të gjitha përdorëset e tij, legenin dhe bazën e tij. Do të shenjtërosh kështu këto gjëra dhe do të jenë shumë të shenjta. Të gjitha sendet që u përkasin do të jenë të shenjta. Do të vajosësh edhe Aronin dhe bijtë e tij dhe do t'i shenjtërosh me qëllim që të më shërbejnë si priftrinj. Pastaj do të flasësh bijve të Izraelit duke u thënë: Ky do të jetë për mua një vaj për vajosjen e shenjtë brez pas brezi. Nuk do ta derdhni mbi mish njeriu dhe nuk do të përgatisni tjetër po ashtu. Ai është i shenjtë, do të jetë i shenjtë edhe për ju. Kushdo që përgatit të ngjashëm apo kushdo që e vën mbi një të huaj, do të shfaroset nga populli i tij. Zoti i tha akoma Mojsiut: Gjej disa aroma, storaks, guaska e mira, galban, aroma me temjan të kulluar në doza të barabarta. Do të përgatitesh me to një parfum sipas artit të parfumierit, një parfum të kripur, të pastër dhe të shenjtë. Do ta kthesh një pjesë të tij në pluhur shumë të hollë dhe do të vendosesh pak nga ai përpara dëshmisë në çadrën e mbledhjes. Ku unë do të takoj, ai do të jetë për ju një gjë shumë e shenjtë. Por nga temjani që ke për të bërë, nuk do të përgatisni për veten tuaj me të njëjtën përbërje. Kjo do të jetë për ty një gjë e shenjtë kushtuar Zotit. Kushdo që do të përgatis një temjan të këtij lloji, do të shfaroset nga populli i tij. Gjoni, kapitulli 9. Kur po kalonte pa një njeri të verbër që nga lindja.
Dhe dishepujt e tij e pyetën duke thënë: Mësues, kush ka mëkatuar? Ai apo prindërit e tij që ai ka lindur i verbër? Jezusi u përgjigj: As ky s'ka mëkatuar, as prindërit e tij. Por kjo ndodhi që tek ai të dëftohen veprat e Perëndisë. Unë duhet i kryej veprat e atij që më ka dërguar sa është ditë. Vjen nata kur askush nuk mund të veprojë. Derisa jam në botë, unë jam drita e botës. Pasi i kishte thënë këto, përshtyu për dhe dhe bëri balt me përshtym dhe leu sytë të verbrit me balt. Pastaj tha: Shkolahu në pellgun e Siloamit, që do të thotë dërguar. Shkoi pra, u la dhe erdhi duke parë. Atëherë fqinjet dhe ata që më pare kishin parë që ishte i verbër thanë: As është ky ai që rinte ulur dhe lypte? Disa thoshin: Ai është, por të tjerë i përngjan atij. Ai thoshte: Unë jam. I thanë pra: Si tu hapën syt? Ai u përgjigj dhe tha: Një njeri që quhet Jezus bëri balt dhe mi leu syt dhe tha: Shko te pellgu i Siloamit dhe lahu. Dhe shkova atje, u lava dhe më kthye drita e syve. Dhe ata i thanë: Ku është ai? Ai tha: Nuk e di. Ata e quante farisejt ato që më parë kishte qenë i verbër. Dhe ishte shabat kur Jezusi bëri baltën dhe ja hapi syt. Edhe farisejt pra e pyesin përsëri si e fitoi dritën e syve. Dhe ai u tha atyre: Më vuri balt mbi sy dhe e lava dhe shoh. Atëherë disa nga farisejt thanë: Ky njeri nuk është nga Perëndia sepse nuk e mban shabatin. Të tjerë thoshin: Si mund të kryej shenja të tilla një njeri mëkatar? Dhe kishte një përçarje midis tyre. I thon pra përsëri të verbrit: Po ti ç'thua për atë, për faktin që ti ka hapur syt? Por ai tha: Është një profet. Por judejt nuk besuan se ai kishte qenë i verbër dhe se kishte fituar dritën e syve, derisa thirrën prindërit e atij që kishte fituar dritën e syve. Dhe i pyetën duke thënë: A është ky biri juaj për të cilin ju thoni se ka lindur i verbër? Vallë, si sheh tani? Prindërit e tij, duke u përgjigjur atyre, thanë: E dim se ky është biri ynë dhe se ka lindur i verbër, por ne nuk dim se si sheh tani ose kush ja ka hapur syt atij. Ai mosh ka, pyeteni. Ai do t'ju flas për veten e vet. Këto thanë prindërit e tij sepse kishin frikë nga judejt, sepse judejt tashmë kishin vendosur që nëse dikush do ta rrëfente Jezusin si Krishti, do të përjashtohej nga sinagoga. Prandaj prindërit e tij thanë: Mosh ka, pyeteni atë. Atëherë ata e thirrën për së dyti njeriu që kishte qenë i verbër dhe i thanë: Jepi lavdi Perëndisë. Ne e dim se ai njeri është mëkatar. Ai atëherë u përgjigj dhe tha: Në është mëkatar nuk e di, por një gjë di, që isha i verbër dhe shoh tani. Por i thanë pra përsëri: Ç'të bëri? Si ti hapi syt? Ai u përgjigj atyre: Unë tashmë ua kam thënë dhe ju nuk keni dëgjuar. Pse doni ta dëgjoni përsëri? Doni ndoshta të bëheni dhe ju dishepujt e tij? Por ata e thyen dhe i thanë: Ti je dishepulli i tij, por ne jemi dishepujt Mojsiut. Ne e dim se Perëndia i foli Mojsiut, sa për atë nuk e dim se nga është. Njeriu u përgjigj dhe u tha atyre: E pra, kjo është e çuditshme që ju të mos dini nga është ai. Dhe ai mi hapi syt. Tani ne e dim se Perëndia nuk i dëgjon mëkatarët, por nëse dikush i druhet Perëndisë dhe bën vullnetin e tij, ai atë e dëgjon. Që prej fillimit të botës nuk është dëgjuar që dikush t'ia ketë hapur syt një të lindurit të verbër. Po të mos ishte ky nga Perëndia, nuk do të mund të bënte asgjë. Ata u përgjigjen dhe i thanë: Ti ke lindur i tërin mëkate dhe ti na mëson? Dhe e nxorën jashtë. Jezusi e mori vesh që e nxorën jashtë dhe kur e gjeti i tha: A beson ti në birin e Perëndisë? Ai u përgjigj dhe i tha: Kush është Zot, që unë të besoj në të? Dhe Jezusi i tha: Edhe e ke parë, dhe ai që po flet me ty, ai është. Atëherë ai i tha: Unë besoj o Zot, dhe e adhuroi. Pastaj Jezusi tha: Unë kam ardhur në këtë botë për të bërë një gjyq, që ata që nuk shohin të shohin dhe ata që shohin të verbohen. Dhe disa nga farisej që ishin me të i dëgjuan këto dhe i thanë: Jemi të verbër edhe ne? Jezusi u tha atyre: Po të ishit të verbër, nuk do të kishit mëkat, por tani thoni: Ne shohim, prandaj mëkati juaj mbetet. Fjalët e urta, kapitulli 6. Biri im, në qoftë se je bërë garant për të afërmin tënd, në rast se ke dhënë dorën si garanci për një të huaj, je zënë në lakun e fjalëve të gojës sate, je zënë nga fjalët e gojës sate. Bëj këtë pra biri im dhe shpengohu, sepse ke rënë në duart e të afërmit tënd. Shko, hidhu në këmbët e tij dhe ngul këmbë me të madhet e i afërmi yt.
Mos u jep gjumë syve të tu as çlodhje shepallave të tua. Çlirohu si gazela nga dora e gjahtarit, si zogu nga dora e atij që kabzojsht. Shko te milingona o përtac. Vërre zakonet e saj dhe bëhu i urt. Ajo nuk ka as kryetar, as mbikëqyrës, as zot. E gjen ushqimin e verë dhe mbledh zahiren e saj gjatë korrjes. Deri kur o përtac do të rrish duke fjetur? Kur do të shkundesh nga gjumi yt? Të flesh pak, të dremitesh pak, të rrish me duar në ije për të çlodhur, kështu varfëria jote do të vijë si një vjedhës dhe skamja jote si një njeri armatosur. Njeriu pa vlerë, njeriu i keq, ecën me një gojë të çoroditur. Luan syrin, flet me këmbët, bën shenja me gishta. Ka likësi në zemër kur dis vazhdimisht të keqen dhe mbjell grindje. Prandaj shkatërrimi i tij do të vijë papritur. Në një çast do të shkatërrohet pa rrugdalje tjetër. Zoti i urren këto 6 gjëra. Madje 7 janë të neveritshme për të. Syt krenar, gjuha gënjeshtare, duart që derdhin gjak të pafajshëm, zemra që kurdis plane të këqija, këmbët që turren shpejt drejt së keqes, dëshmitari i rrem që thot gënjeshtra dhe ai që shtije grindje midis vëllezërve. Biri im, ruaje urdhërimin e atit tënd dhe mos harro mësimet e nënës sate. Mbaj vazhdimisht të lidhura në zemrën tënde dhe fiksoj rreth qafës sate. Kur do të ecësh, do të të udhëheqin, kur të pushosh do të të ruajnë, kur të zgjohesh do të flasin me ty. Sepse urdhërimi është një llambë, mësimi një dritë dhe ndrejqet e mësimit janë rruga e jetës, për të mbrojtur nga gruaja e keqe, nga lajkat e gjuhës së gruas së huaj. Mos dëshiro në zemrën tënde bukurinë e saj dhe mos u rrëmbe nga shepallat e saj, sepse për një prostitut burri katandiset për një cop buk dhe gruaja një tjetër i gjuan shpirtin e vyer të një burri. A mund të mbaj burri një zjarr në gjinjë të tij pa djegur rrobat e trupit? A mund të ecë burri mbi qymyr të ndezur pa djegur këmbët e tij? Në këtë gjendje është ai që shkon tek gruaja një tjetri. Kush e prek nuk do të mbetet pa u ndëshkuar. Nuk përçmohet hajduti që vjedh për të shuar urin kur është i uritur. Por në rast se kapet në faj duhet të kthej 7 fishin dhe të jap tërë pasurinë e shtëpisë së tij. Por ai që krye një shkelje kurora me një grua është një njeri pa mend. Ai që bën një gjë të tillë shkatërron jetën e tij. Do të gjej plag dhe përçmim dhe turpi i tij nuk do t'i hiqet kurrë, sepse xhelozia e tërbon bashkëshortin që do të jetë i pamëshirshëm ditën e hakmarrjes. Ai nuk do të pranojë asnjë shpërblim dhe nuk do të kënaqet, edhe sikur t'i bëjnë shumë dhurata. Galatasve, kapitulli 5. Qëndroni pra në lirinë me të cilën Krishti na liroi, dhe mos hyni përsëri në zgjedhjen e skllavërisë. Ja, unë pali, po ju them se në qovë se rreth priteni, Krishti nuk do t'ju bëj dobi as pak, por i dëshmoj përsëri çdo njeriu që rreth pritet se ai është i detyruar të zbatojë mbar ligjin. Ju që kërkoni të drejtësoheni nëpërmjet ligjit u ndat nga Krishti, rat poshtë nga hiri, sepse në frymë prej besimit presi me durim shpresën e drejtësisë, sepse në Krishtin Jezus as rreth prerja, as pa rreth prerja s'ka ndonjë forcë, por besimi që vepron me anë dashurie. Ju vraponit bukur. Kush ju pengoi që të mos i bindeni së vërtetës? Kjo bindje nuk vjen nga ai që ju thërret. Pak ma ja e bën të vijë gjithë brumin. Unë kam besim te Zoti për ju se nuk do të mendoni tjetër gjë, por ai që ju turbullon juve kushdo qoftë do të marrë gjykimin. Por sa për mua o vëllezër, në qoftë se vazhdoj të shpall rreth prerjen, përse më përndjekin ende? Atëherë skandali i kryqit era poshtë. Oh, sikur ata që ju turbullojnë të priteshin vetë. Sepse ju o vëllezër u thirrët në liri, por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por përmes dashurisë t'i shërbeni njëri tjetrit. Sepse gjithë ligji përmbushet në këto fjalë të vetme. Duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Por nëse ju kafshoni dhe hani njëri tjetrin, ruhuni se mos glabëroheni nga njëri tjetri. Por po them, ecni në frymë dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit, sepse mishi ka dëshira kundër frymës dhe fryma ka dëshira kundër mishit, dhe këto i kundërvihen njëra tjetrës që të mos bëni ato që doni. Por në qoftë se udhhiqeni nga fryma, nuk jeni nën ligj, por veprat e mishit janë të shfaqura dhe janë kurrëshkelja, kurvëria, papastërtia, shthurja, idhujtaria, magjia, armiqësia, grindja, xhelozia, zemrimi, rivaliteti, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, grykësia dhe të tjera të ngjashme me to, për të cilat po ju paralajmëroj, sikurse ju thash edhe më parë,
se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, zemërgjerësia, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëpërmbajtja. Kundër tyre nuk ka ligj. Por ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe epshet. Në qoftë se rrojmë në frym edhe le të ecim. Le të mos kërkojmë lavdi të kotë duke provokuar njëri tjetrin dhe duke pasur smir njëri tjetrin.